Ju kujtohet? Peteri kishte sjell një letër nga mësuesi dhe në letër shkruaj që tani Hajdi kishte mbushur moshën për të shkuar në shkollë, por gjyshi nuk donte t'ja dinte. Gjatë dimrit të gjatë, Hajdi harroi letrën dhe projektin për të shkuar në shkollë. Dhe kur dëbora e parë për shkrije dhe pranvera ishte afër, Hajdi nuk kishte më dëshirë që gjyshi ta mësonte të shkruante dhe të lexonte. Asgjë nuk mund ta mbante më në shtëpi Hajdin e vogël. Ajo donte të dilte, ta shite dhe ndjente pranverën, madje edhe ta nuhaste. Mos më thuaj që ke folur përsëri me pemët. Po, por si gjithmonë nuk më përgjigjen. E di që arrit ta dëgjoj pranverën, i rasht ndryshe dhe ka shumë më tepër zogj. E di, pranverën mund ta shikosh, ta ndjesh dhe mbi të gjitha pranvera nuhatet. Pse nuk bën një vizitë pranverore? Po, nga nëna. Ne vjaja, do të shkojmë për vizitë, juhu, shkojmë për vizitë. Duket akoma më mirë. Si thua, mund të bëhen akoma ato topat e bukur prej dëbore? Ki kujdes, shiko sa larg gjua jun. Dhe këtë herë akoma më larg. Pastaj edhe më larg. Hey! Që mund të kalonte ndonjë njeri. Mirë, moj vajzë, gabojmë apo ti e voglushja Hajdi? Po sigurisht, kush mund të ishte tjetër? Po, keni të drejtë, Hajdi jam. E shikon voglusha, unë kam qenë gjithmonë një fizionomist i zoti. Pa më thuaj pak, gjyshi është në shtëpi? Gjys! Kam një surprizë për ty, ka ardhur një vizitor. Vërtet. Mirëmëngjes, nuk doja t'ju shqetësoja, mik. Mirëmëngjes, po pse rrini tek dera? I lutem rehatoni, ja ku është karrigja. Nuk kemi kolltuqe. Faleminderit. Më duhet ju them se ngjitja ishte shumë e rëndë. E di shumë mirë. Natyrisht faji është imi sepse bëhem gjithçka më i vjetër. Por i lëm me një shakat dhe dalim drejt në temë. Me siguri ju e dini pse kam ardhur këtu. Do të doja të bisedoja për diçka të rëndësishme që ka të bëjë me mbesën tuaj. Hajdi, na lër një moment vetëm. Shko të luash për jashtë përsëri. Në rregull. Ju kemi dërguar një letër dhe në letër shkruaj që duhet ta dërgoni Hajdin në shkollë, por fatkeqësisht nuk e pam asnjëherë. Dhe pastaj si pastori nxënësve të mi ju pyes si do ta përgatisni për të dalë në jetë. Nuk mjafton të siguroni vetëm për të ngrënë dhe për të veshur. Duhet të kujdesini edhe për shpirtin e saj, miku im. Po më gëdolisni. Sa gjyshi ka vizita shumë të rëndësishme. Hajdi do të rri me mua dhe për shkollën nuk dua të dëgjoj më. Mendoj se nuk po arsyetoni drejt, birim, duhet vini në vete. Unë arsyetoj shumë mirë. Ja. I dhash një shtëpi dhe një familje, përveç kësaj e bëra një fëmijë të lumtur. Këtu me mua rritet bashkë me ciapët, me zojt dhe me natyrën. Është e lirë dhe lumtur, të nuk mund t'ja mësoj asnjë shkollë në botë. Ulu, kështu, shumë mirë. Ja, shtriu. Opla, edhe një. Hajdi është një qenie njerëzore dhe jo një nga dhitë tua. I duhen gjëra të tjera veç barit për të qenë lumtur. Unë ju njoh mirë dhe e di që nuk mund t'ju detyroj, por ju duhet të mendoni pak më shumë. Nuk më takon mua t'ju gjykoj nëse veproni mirë apo keq. Nuk erdha për t'ju marrë. Kam ardhur deri këtu vetëm për të folur me ju. Të tjerë ndoshta do të përdorin mënyra të ndryshme për t'ju bërë që ta arsyetoni. Mirë, le të vinë po të duan. Vëlla, përse?
Më thoni, përse silleni kështu me mua? Pse doni të jeni kaq kokfort? Pse nuk përpiqeni të arsyetoni? Pse mi bëni gjërat kaq të vështira? Unë dua vetëm të mirën e saj, më besoni. Një burrë si ju që ka udhëtuar shumë duhet të ketë më shumë gjykim. Zoti im, më ndihmo ti që të mos them gjëra për të cilat mund të pendohem më vonë. Disheza është e lodhshme, pastor. Dhe ju nuk jeni më aq i ri sa më parë. Heidi nuk e imagjinon të dot se për çfarë po flitej në shtëpizën e vogël. Si gjithmonë ajo ishte e lumtur, e shkujdesur dhe bënte maksimumin për të shijuar mbetjet e fundit të dëborës. Si mund ta detyroj të ngjiset të zbres malin çdo ditë? I thon 4 orë, do të më lodh edhe mua, jo më atë. Më shpejt, Debja, për ndryshe nuk do të më kapësh sot. Juhu! Është shumë e brish për këtë. As që bëhet fjalë kur. Dy burrat biseduan për orë të tëra, por asnjëri prej tyre nuk i dorëzoi tjetrit, dhe asnjëri prej tyre nuk arriti të triumfojë. Le të vinë këta njerëz të ditur po deshun, të guxojnë të ma marrin vajzën time, e di mirun si të mbrohem. Më dëgjoj, le ti drejtohemi njëri tjetrit me ti, plaku im. Jemi prej vitesh dhe më beso, po bën një gabim të madh kundrejt voglushes. Nga gjithë këto lodra që shikoj këtu, e kuptoj që e do shumë. Është e qartë që bën gjithçka për të. Dëgjoj, pse nuk transferohesh në fshat? Kjo do t'i zgjidhte të gjitha problemet tona. Do të zgjidhim 2 probleme për një herë. Hajdi do të mund të shkoj në shkollë dhe unë do të gëzohem do të shoh ty në kish. Fakti që ti nuk vjen në kish nuk është se ti bën ndonjë gjë të mirë. Megjithatë, unë do t'i lutem Zotit që të fal. Jo, Nebja! unë nuk mund të jetoj dot poshtë në fshat. As Heidi nuk do të mundte. Këtu do të jetojnë të dy në këtë shtëpisë të vogël. Nuk mund të bëj dot asgjë. Fshati për një njeri si unë është jashtëzakonisht shumë i vogël. Po çfarë thua? Nuk arrit komunikoj me njerëzit atje poshtë dhe më vjen vërtet keq. Unë i urrej ata dhe ata më urrejnë mua. Kështu do t'jetë gjithmonë, më marrin për një të çmendur. Për mua nuk më intereson më. Tashmë i njoh të gjithë. I njoh shumë mirë një nga një. Ndjej keqardhje për ta. Nuk kanë inteligjencë dhe mbi të gjitha nuk kanë zemër. Gjykimi yt është shumë i ashpër vëllai im. Megjithatë më kujtohet shumë mirë një njeri i moshuar dhe i urtë që thoshte: "Shumë shpesh një lëvozh shumë e fortë fshe brenda një frut të brisht." Besom, duhet të shkosh mirë me ta. Edhe ke për të parë që edhe ata do të shkojnë mirë me ty. Je ti ai që ju ktheve përfundimisht kurrizin. Nuk i ke thënë kur një fjalë të ëmbël e të sjellshme. Duhet ta bësh ti hapin e parë dhe ke për të parë që do të presin me krah hapur. Tregohu tolerant, miku im. Ti je më inteligjent se ata të gjithë. Në fund të fundit, vetëm ai që di të shfaqet si i dobët tregon forcën e tij të vërtetë. Dhe ti je i fortë. Ma jep dorë në shënjësie. I njoh mirë njerëzit edhe e di se çfarë është e mirë për Hajdin edhe për ty. Merr vajzën dhe eja të jetosh poshtë në fshat. Unë të falenderoj vërtet për kohën që sakrifikove për ne dhe kuptoj shumë mirë që në disa gjëra ke të drejtë, por jam i detyruar të të refuzoj. As Heidi dhe as unë nuk do të vim për të jetuar poshtë në fshat dhe nuk do të çojnë në shkollë. Nuk më mbetet gjë tjetër veç të shpresoj tek ndihma e Zotit. Barua të foluri? Të thërini me ne për drejt, zotëri? Pa më thuaj, voglushe, të rastis në një herë të ndihesh vetëm duke jetuar këtu vetëm me gjyshin. As edhe një qik. Po tani, pse më shikon në atë mënyrë? Asgjë e rëndësishme. Mirupafshim, voglushe, dhe bëhu vajzë mirë. Mirupafshim! Së shpejti, voglushe! Ja, gjyshiku tani më trego. Ishte ndonjë gjë e mirë për ne apo nuk ishte as pak?
Nuk duhet të këtë qenë mirë. S'pas ka qenë. Gjys! Gjys, të lutem, duhet ma thuas. Nëse nuk do të më thuash, atëherë do ta provoj ta gjej vet. Mirë. Tani po e provoj. Vë bas që do të na shiste ndonjë nga dhitë e tia. Ndoshta me 5 këmbë, të lutem, thuaj diçka. Kështu nuk është pavice. Kur luhet me të gjetura, njëri duhet të thotë ftohtë ose nxehtë. Kjo s'ka të bëja s'pak me ty. E pse jo? Nëse nuk duan të më flasin, le të mos e bëjnë atëherë. Një, 2, 3, 4 dhe 5. Kishte provuar ta binte plakun me gjithë forcë. E çfarë doni që t'ju them më? Atëherë nuk do ta dërgoj në shkollë. Pikërisht. Unë e dija, pastori ishte ngjitur deri atje lart për të folur me të dhe ai çfarë kishte bërë, i përgjigjet me kërcënime. E dini çfarë? Përpara se të ngjitej atje lart, plaku i vjetër jetonte tek dera ngjitur me atë të pastorit. Po. Çfarë do të bëhet me vajzën nëse nuk shkon në shkollë? Ne nuk mund të rrim këtu duar kryq dhe të shikojmë. Sigurisht, edhe unë kështu si ty mendoj. Duhet të mendojmë diçka dhe diçka duhet bërë patjetër. Pyes veten se çfarë mund të sajojmë. Në këtë rast nuk më vjen asnjë ide. As mua. Oh, ja posteri. Mos u shqetësoni për valigjet. Nuk kam shumë rrugë për të bërë. Mund ta mbani kusurin, faleminderit. Faleminderit juve. Vjen nga qyteti. Duket. Hajde, hec! E pat sa fustani bukur, kështu gjërash kam parë vetëm nëpër gazeta. E vërtet. Edhe unë. Po trokasin, e kush mund të jetë? Mos keni ftuar njëri pa më thënë gjë? Jo. Do t'jetë padyshim pastori që do të na plas. Ta hapim. Hape pra. Përshëndetje Teze Barbie, mund të hy? Që nga dej. Glushja jon, sa ka ndryshuar. Që në keni edhe ju, si dikur. Po glushja jon. Pa lëvizje dejt, më lër të shikoj vija ime. Shikoni Jemi shumë të lumtur sa ka bërë. Mirë ktheve në shtëpi. Jam e lumtur që po të shoh. Ke një pamje të mrekullueshme. Faleminderit, vërtet e thua? Lem të përqafoj se u bë gjithë kjo kohë që s'të kam parë vija ime. Je bërë një zonjë elegante, tamam si një qytetare. Si shkojnë gjërat këtu në fshat, ka kaluar shumë kohë. Deti, tezja e vogël e Hajdit, kishte ndryshuar shumë. Kishte kaluar shumë kohë që nga ajo verqja kishte lënë mbesin e saj plakut moshuar të Alpeve. E kishte bërë pa dëshirë, por fatkeqësisht nuk kishte zgjedhje tjetër. Në fshat nuk mund të gjente punë. I vetmi vend ku mund të prezantoj ishte Frankfurti. E çfarë mund të bënte ajo e vetme dhe e huaj në qytetin e madh nën shoqërinë e Hajdit? Tani ishte kthyer dhe ishte transformuar në një zonjë të vërtetë si ato të qyteteve. Mos ju ndërpreva? Kur po hyja ishe duke biseduar për diçka. Po, pikërisht, po thoshim se ti e fajtore për gjithçka. Çfarë?
Nëse atëherë nuk do t'ishe treguar aq kokë fort dhe të më kishe dëgjuar mua, tani nuk do t'ishim në telashe. Kush mund të thotë që nuk është një mrekulli që ti u ktheve pikërisht në këtë moment? Më falni, por unë nuk po ju ndjek dot. Për çfarë jam fajtore? Unë çfarë kam bër? U bë më shumë se një vit që nuk vi këtu. Nëse më parë ti do t'i kishe dëgjuar këshillat tona, atëherë Hajdit nuk do të kishte ndodhur kjo që ndodhi. Ndodhi? Pse çfarë i ka ndodhur Hajdit? Mos ndoshta është sëmur, më thoni. Jo, asgjë nga këto. Nuk është e sëmur. Rrie qet. Gjyshi e trajton keq? Jo, përkundrazi e ka shumë për zemër, por nuk qëndron këtu problemi. Nuk e lë të lirë, nuk e çon as në shkollë madje. Nuk e çon në shkollë. Atë nuk diskutoj. Nuk di as alfabetin dhe nuk di as të numëroj. Tani është 8 vjeç. Çfarë do të bëhet me të? Nuk dallon dot as të majtën nga e djathta. Kemi dërguar edhe pastorin për vizitë tek ai plaku. E kuptoj. Siç e sheh, nuk është gjithçka si më parë. Është një mrekulli që je për të ngrënë. Gjithsesi thonë që është bërë shumë simpatike dhe e këndshme. Mirë. Më jepni një filxhan me kafe dhe pastaj do t'ju them diçka që për momentin duhet të mbetet mes nesh. Besoj se pastaj nuk do të shqetësoheni më. Më thuaj, është ndonjë gjë që ka të bëjë me ty dhe voglushen? Më parë një filxhan me kafe dhe pastaj do t'ju tregoj gjithçka. Por tani uluni të qeta rreth tavolinës. Po çfarë është? Dejt mos na bëj kureshtare tani. Pra na e thuaj shpejt. Jo, më parë të pim kafen. Ka bërë një rrugë të gjatë dhe duhet jetë e lodhur. A nuk mendoni dhe ju kështu? Sigurisht. Si mund të jemi kaq patak? Po bëj kafen me një herë, me shumë dëshirë madje. Se keni den sa e lumtur isha kur mendoja për të kthyer në shtëpi. Sa fat që kemi. Kishte akoma në kuzhinë. Shpresojmë që ta kesh kontrolluar nëse është ende e nxehtë. Nuk ka gjë, e mirë është pra. Nuk kemi ndonjë fet tort për ta festuar? Jo, për fat të keq që nuk ishte më. Mirë, pra më dëgjoni tani. Sota mund të shkoj të takoj nënën e Peterit? Më lërë të mendohem. Një, 2, 3, jashtë. 1, 5, 3, 7, 20, 30, 1, 5, bëra gabim. 9, 8, 7, 5, 2, 1, 3, 4, 25, 8, 7, 6, 25. Përshëndetje, Hajdi, si je? Po çfarë, nuk po më njeh më, Hajdi? Po, si jo, ti je te Zedeti. Sa je rritur, që n'ke bërë edhe rëndë. Pa të shoh pak si je, mirë. Pas ka dhe dy faqe të kuqe si dy mollë, sa e bukur. Pa më thua, je vërtet mirë, voglusha? Pa. Po gjyshe në shtëpi është? Po, sigurisht, është në shtëpi, po vrapoj ta thëras. Jo, Hajdi, prit pak. Pse? Një moment, është më mirë që ti të rish jashtë, Hajdi. Ose jo, ndoshta nuk është e nevojshme. Jo, mund të jesh e pranishme dhe ti. Është një surprizë për ty. Gjys, erdhi përsëri dikush për vizitë. Gjej kush është? Si ndihesh, gjysh? Çfarë ke që qesh? Çfarë ka për të qeshur këtu? Me atë fundin e gjatë e fshive të gjithë dyshemen, që nga i mirë për të pastruar. Si the? Nuk ka rëndësi, s'na intereson fundim. Tani ajo që ka rëndësi është se ju sjell lajme të mira. Kemi vërtet shumë nevojë për lajme të mira.
Ose desharova kam sill diçka nga qyteti për ty. Do të pëlqejë për ta parë. Ja, kjo është një ëmbëlsirë nga qyteti. Oh, faleminderit. Pra edhe për gjyshin, kam sjell pak duhan, duke shpresuar që do t'i pëlqejë. Në një farë mënyre do doja t'u shpreja mirënjohjen time. Jeni treguar shumë i mirë me Hajdin, duket që është e lumtur këtu. Hajdi, na lër vetëm për një moment mirë. Po, sigurisht. E shikoj që nuk më ke falur akoma. Por nuk kisha zgjidhje tjetër në atë kohë. Ti ishe i vetmi që mund të ta besoja. E kisha vënë re që dihet silleshe me fëmijët. Ndoshta ke menduar se do ta lija për gjithmonë këtu tek ty duke e harruar atë, por nuk është kështu. Nuk e kam harruar për asnjë çast. Kam menduar për të çdo ditë dhe çdo natë. Unë e di që nuk ka qenë e lehtë për ty, por mos u shqetëso. Tani jam në gjendje të të ndihmoj. Është e vërtetë që vonova pak, por tani më në fund erdha ta marr me vete. Çfarë ishte kjo që the? Po, do ta marr me vete. Do ta çoj në Frankfurt. Një për ty? Dhe një për mua. Për Hajdin, që nga i moment fillon të një jetë tjetër. Duhet t'i thoshte lam të mirë kullotave të dashura, malit të ftohtë, miqve të saj dhe gjyshit. Dejt po e merrte pa kuptuar fare. Edhe Peteri me Nebian nuk pa rrinin ta kuptonin se çfarë po ndodhte. Hajdi ishte kurioze për të parë Frankfurtin, por ndarja nga miqtë e saj rëndonte tmerrsisht shumë. Kush e di kur do i shite përsëri? Nebian, mikun e saj më besnik, malet e saj të dashura, fëmijët e fshatit, kishën, shtëpitë e ngjyrosura dhe sidomos kur do ta shite gjyshin. Peteri, miku i pandashëm, ishte i nevrikosur me të gjithë ata që i kishin marrë Hajdin e tij. Po për këtë do t'ju flasim herën tjetër. Ciao.